Shikuesa ABC News ju përshëndesim së bashku në edicionin e mesditës për të parë zhvillimet e ditës. Mbahet sot në Bruksel samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Liderët e vendeve të rajonit dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë mbi reformat e çdo vendi kandidat në rrugën e antarësimit dhe ecurinë e negociatave. Në tryezën e përbashkët, Shqipëria dhe Malizi do të ulen si pararojë e negociatave për antarësimin krahasuar me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, si edhe me afate të paracaktuara të antarësimit. Liderët e Ballkanit Perëndimor janë mbledhur këtë të mërkurë në Bruksel në samitin e radhës me Bashkimin Evropian, i cili do të çelë punimet në orën 18. Në këtë takim të nivelit të lartë që mbahet për të 4-tin vit radhazi, Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel që prej pasdites së së martës. Kreu i qeverisë u prit nga presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa, ndërsa do të marrë pjesë në seancën plenare për thellimin e bashkëpunimit dhe avancimin e integrimit gradual dhe planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Në këtë takim të nivelit të lartë që mbahet për të 4-tin vit radhazi, Shqipëria përfaqësohet nga kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel që prej pasdites të së martës. Samiti do të kryesohet nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në këtë takim, Shqipëria shkon me agjendë të përcaktuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Tirana zyrtare ka hapur të gjithë grup kapitujt e negociatave në harkun kohor të një viti, ndërsa tashmë pritet të hyjë në një fazë të re, mbylljen e grup kapitujve. Qeveria shqiptare është optimiste sipas një kalendari të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave teknike deri në 2027, në mënyrë që brenda 2030-s Shqipëria të jetë anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Ndonse nga Brukseli nuk kanë munguar sinjalet pozitive për një afat më të afërt për Shqipërinë dhe Malinezi, të konsideruara pararojë në procesin e integrimit. Gjithashtu, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliard eurosh do të jetë pjesë e diskutimeve, i konsideruar gjerësisht në Bruksel si një nga mjetet më efektive për afrimin e rajonit me Bashkimin Evropian, si ekonomikisht ashtu edhe në aspektin e reformave. Pas Brukselit, samiti i radhës do të mbahet në qershor në Maltëzi, për herë të dytë në një vend të Ballkanit Perëndimor. I pari ishte në Tiranë në dhjetor të 2022-shit. Por Serbia do të mungojë sot në tryezën e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe zyrtarëve evropian. Presidenti Vučić nuk do të marrë pjesë në samit pas përplasjeve në distancë që ka pasur javët e fundit me drejtues të Unionit për shkak të qëndrimeve të tij të paqarta mes Moskës dhe Brukselit. Nga ana tjetër, Kosova, i vetmi vend i rajonit tonë që nuk është ende kandidat për Bashkimin Evropian, pret i bashkohet sa më parë familjes evropiane. Kosova përfaqësohet në samitin e Brukselit BE Ballkani Perëndimor me presidenten Vjosa Osmani, ndërsa Serbia nuk do të ketë asnjë përfaqësues. Ka qenë Aleksandar Vučić që ka deklaruar se kjo ndodh për herë të parë në 13 apo 14 vitet e fundit si një mesazh i fortë për Brukselin. Askush nuk do ta përfaqësojë Republikën e Serbisë, kështu që Ballkani Perëndimor do të jetë pa ne. Po e bëj këtë për hir të qytetarëve të Serbisë, pavarësisht se kjo do të kritikohet nga Brukseli. Mendoj se po e mbroj Serbinë dhe interesat e saj. Serbia është në anën e saj, pavarësisht nëse kjo i pëlqen Washingtonit, Brukselit apo Moskës. Përplasjet e Beogradit me Brukselin kanë qenë të forta muajt e fundit, sidomos pas mesazheve të prera të Marta Kos, komisioneres për zgjerim, se Serbia ka ende shumë punë për të bërë procesin e saj të integrimit, përfshirë edhe njësimin me politikën e jashtme të Brukselit përballë Moskës. Nga krau tjetër, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Euronews deklaroi se rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian e vështirësojnë situatat gjeopolitike. Absolutisht është fati ynë. Ne do të bëhemi pjesë e Unionit. Është diçka për të cilën kemi punuar për një kohë shumë të gjatë dhe edhe pse praktikisht kemi aplikuar vetëm disa vite më parë, dhe shpresojmë që aplikimi ynë të jetë shumë shpejt në tryezën e shteteve anëtare të Këshillit. Nëse është një proces shumë kompleks, nëse do të zbatojë kriteri bazuar në merit, Kosova realisht do të kishte qenë një nga vendet kryesuese deri tani. Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk e ka statusin e vendit kandidat, me 5 shtetet e Unionit që nuk e njohin pavarësinë e saj dhe ende nën sanksionet e Brukselit. Në draft konkluzionet e Unionit për zgjerimin, Kosova kishte përsëri detyrë ngritjen e asociacionit komunave me shumicë serbe dhe dialogun me Serbinë, që ka ngrirë plotësisht që pas sulmit terrorist në Banjsk në shtator të vitit 2023.
Ervin Saliani mbajti foltor në Elbasan duke theksuar se qëllimi i lëvizjes së tij nuk është karriera personale por sjellja e Partisë Demokratike në pushtet. Ai bëri thirrje që demokratët të dalin në protestën e thirrur nga Partia Demokratike, por shtoi se në mbledhjen e fundit të kryesisë atij u bë gjyshi, pasi aty u fol më shumë kundër tij sesa kundër Ramës. Saliani bëri thirrje Berishës për spastrime në partinë, pasi tha se Partia Demokratike nuk mund të vinë në pushtet me humbës serial. Dy foltore brenda pak ditësh në Elbasan dhe Saliani me të tijën, tregoi se ja kaloi profesorit të tij si për numra, si për rini. Saliani u tha demokratëve se nuk pretendon post. Atëherë, pse po lodhet kot? Ne kemi një rrugtim i cili nuk bëhet për posta, i cili nuk bëhet për interesa personale, i cili nuk bëhet për ofiqe, një rrugtim që nuk bëhet për asnjë interes tjetër përveç se interesit që Partia Demokratike të gjojë antarësinë, të mos e praktikë antarësinë. Sfida e vërtet se kush fiton do të jetë në protestën e 22 dhjetorit në Shesh, kur Berisha me foltoret nuk mbledh dot njerëz. Saliani premton se do ja sjellë ai vet. Ka vetëm një rrugë. Protesta, protesta, protesta dhe në datën 22 dhjetor. E gjithë energjia e kësaj salle dhe sallave në çdo cep të Shqipërisë duhet përplaset përpara mureve të kryeministrisë. Por Saliani ka kuptuar se gjyqja në Partinë Demokratike nuk po bëhet për Ramën, por për të. Mbledhja e fundit të kryesisë ishte 4 orë gjyq për mua dhe për ju dhe 15 minuta gjyq për Edi Ramën. Më të mërziturit nga ai duken Gazi dhe Noka, ndaj dhe Saliani i vendosi vetëm një kush doktorit, të bëj pastrime, qofshin ata humbës, jo burra apo besnik. Edi Rama nuk mundet as me armiq imagjinar, as me përbetime të stërpërsëritura prej vitesh. Nga disa që në politik mund njihen dhe si idiot të dobishëm, që nuk i lidh asgjë me njerëzit dhe që humbjet i kanë të vetmin bilans në karrierën e tyre politike. Këshilli i Bashkiak i Tiranës i kërkon zyrtarisht prokurorisë së posaçme dhe drejtorisë së përgjithshme të burgjeve të lejojë kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliajn që të marrë pjesë fizikisht në mbledhjen për konsultimin dhe detajimin e projekt buxhetit 2026 për qytetarët. Sipas kërkesës, pjesëmarrja e Erion Veliajt për konsultimin dhe detajimin e projekt buxhetit është një proces i përcaktuar si detyrim ligjor nga legjislacioni për vetë qeverisjen vendore. Në kërkesë, anëtarët e Këshillit Bashkiak theksojnë se prania e kryebashkiakut në këtë mbledhje është për të garantuar bashkëpunimin me Këshillin për çështje me interes publik. Kërkesa e Këshillit Bashkiak vjen 2 ditë pasi Veliaj ju drejtua Këshillit me një letër ku theksonte se konsultime për buxhetin e kryeqytetit për vitin e ardhshëm dhe miratimi i tij duhet të bëhej me praninë e tij si kryetar i bashkisë. Gjykata e lartë la në fuqi dënimin me 30 vite burg për Ludian Zaimin, që 3 vite më parë vrau kolegun e tij në komisariatin nr. 3 në Tiranë. Shkalla e 3 e gjyqësorit nuk pranoi rekursin e ish efektivit të policisë, i cili kërkoi prishje të vendimit të dhënë nga apeli më 25 janar 2024. Ai u shpall fajtor për veprën penale të vrasjes me paramendim e punonjësit të policisë së shtetit. Zaimi vrau me armëzjarri kolegun e tij Caush Saljasi më 23 maj 2022 brenda ambienteve të komisariatit 3 në Tiranë, pak para se oficerët e patrullës së përgjithshme të merrnin turnin. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por më tepër ju ftoj klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do të jeni me kolegun Ertan Prifti.